Të dashur amike, zonja, unë sot jam jo si zakonisht në një klinik që realisht sjell vetëm pozitivitet dhe buzëqeshje. Shëndeti është shumë i rëndësishëm, është mbi gjithçka. Për atë që neve luftojmë të gjitha ta kemi sa më të mirë dhe të gjatë. Jemi në muajin ton, në muajin në cilën duhet të bëjmë një kujdes të veçantë, të cilin nuk e lidh vetëm me muajin, e lidh me gjithë vitin, por kryesisht në këtë muaj, merrni nga koha juaj vetëm 5 minuta, të fitoni atë qetësinë për cilën ditët në vazhdim do jenë plot buzëqeshje. 5 minuta për të analizuar trupin tuaj, shëndetin tuaj, për ato sëmundje të cilat po sjellin shumë dhimbje dhe vuajtje mes nesh. Pikërisht kancerin. Si ta luftojmë atë? Me 5 minuta analizë. Vjen dhe shikon gjendjen tënde. Unë për shembull sot kam ardhur dhe jam më i qetë, sepse bëra një analizë në të cilën nesër do të marr rezultatin. Kam sëmundje të këqija në trup? Kam kancer të gjirit, pankreasit, mitrës, vezoreve? Apo duhet të bëj dhe një kujdes të shtuar dhe të tregoj akoma dhe më kujdes për ngrënien, për qëndrimin, për stresin. Të gjitha këto vinë nga ky 5 minutë. 5 minuta për të bërë qetësinë e trupit tuaj, për të sjellë shëndetin, për të pasur buzëqeshjen.